Ishte një grua me shtat të vogël, e veshur me një sari të thjeshtë të bardhë me vija blu, por prania e saj ndriçonte cepat më të errët të botës. Emri i saj u bë sinonimi dhe mshurisë, jeta e saj një dëshmi e jashtëzakonshme e shërbimit. Kjo është historia e një gruaje që ndryshoi botën, një jetë e përkushtuar për të ndihmuar më të varfrit e të varfërve. Një udhtim që kaloi kufit dhe frymëzoi miliona. Por përpara se të fillojmë këtë udhtim frymëzues, mos harroni të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori të jashtëzakonshme si kjo. Nën Tereza, e lindur si Agnes Gonxhe Bojaxhiu, më 26 gusht 1910 në Shkup, atëherë pjesë e Perandorisë Osmane, vinte nga një familje e devotshme katolike shqiptare. Baba i saj, i përfshirë në politik, vdiq në rrethana të dyshimta, kur ajo ishte vetëm 8 vjeç. E frymëzuar nga tregimet për misionarët dhe shërbimin, vendosi që në moshën 12 vjeçare t'i përkushtohej jetës fetare. Në moshën 18 vjeçare ju bashkua motrat e Loretos në Irland për të mësuar anglisht, gjuhën që përdorej në misionet e tyre në Indi. Ajo mbërriti në Indi në vitin 1929, ku nisi noviciati në Darjeeling dhe dha betimet e saj të para fetare në vitin 1931, duke marrë emrin Tereza në nder të Shën Terezë de Lisieux. Në vitin 1937, dha betimet solemne dhe u bë nën Tereza, duke shërbyer si mësuese dhe drejtoresh në Kalkut. Në vitin 1946, gjatë një udhëtimi me tren për në Darjeeling, përjetoi një thirrje brenda thirrjes që e shtyu të shërbente më të varfërve të Indisë. Në vitin 1948, ajo la motrat e Loretos, mori shtetësinë indiane dhe u trajnua në kujdesin mjekësor bazë përpara se të fillonte punën në lagjet e varfra të Kalkutës. Në vitin 1950, themeloi misionarët e bamirësisë, antarët e së cilës u betuan të shërbenin më të varfërve të të varfërve. Pasi themeloi misionarët e bamirësisë në vitin 1950, Nën Tereza nisi një udhëtim të jashtëzakonshëm për të ndihmuar njerëzit më të varfër dhe më të braktisur në Indi dhe më gjerë. Ajo filloi me projekte të vogla në Kalkut, por shumë shpejt puna e saj mori vëmendjen e botës, duke çuar në një zgjerim të shpejtë të misionit të saj humanitar. Fillimisht, ajo hapi një shkollë të thjeshtë në një lagje të varfër në Motish Hill, Kalkut, ku mësoi fëmijët që jetonin në kushte të mjerueshme. Megjithatë, misioni i saj u zgjerua për të përfshirë të pastrehët, të sëmurët dhe të rriturit. Në vitin 1952, me ndihmën e zyrtarëve të Kalkutës, ajo hapi Kaligat, shtëpia e zemrës së pastër, Nirmal Hridai, një hospis për të vdekurit. Kjo qendër ishte një streh për ata që kishin mbetur pa ndihmë dhe lejonte ata të vdisnin me dinjitet. Hapi një qendër për kujdesin ndaj lebrozëve, të quajtur Shanti Nagar, qyteti i paqes, dhe vendosi klinika të tjera në Kalkut për të ofruar trajtim mjekësor dhe ushqim. Puna e Nën Terezës tërhoqi vëmendjen ndërkombëtare gjatë viteve 1960 dhe 1970, duke çuar në një zgjerim të misionarëve të bamirësisë jashtë Indisë. 1965 hapi shtëpinë e parë jashtë Indisë në Venezuelë me 5 murgesha. 1968 zgjerimi vazhdoi me hapjen e shtëpive në Itali, Rom, Tanzani dhe Austri. 1970-at, puna e saj u zgjerua në Shtetet e Bashkuara, si dhe në shumë vende të tjera në Azi, Afrikë dhe Evropë. Deri në fund të viteve 1990, urdhri i saj kishte krijuar një rrjet global të ndihmës humanitare. Misionarët e bamirësisë drejtonin jetimore, shkolla, qendra për viktimat e AIDS-it dhe strehimore për të pastrehët. U krijuan qendra në më shumë se 120 vende, duke përfshirë 610 misione deri në vitin 1997. U ofruan ndihmë për refugjatët, të verbrit, të moshuarit, të varfrit dhe viktimat e përmbytjeve, epidemive dhe urisë. Nën Tereza udhtoi shpesh për të ndihmuar në kriza ndërkombëtare. Gjatë rrethimit të Bejrutit në 1982, ndërhyri për të shpëtuar 37 fëmijë nga një spital në vijën e parë të luftës. Ndihmoi viktimat e tërmetit të Armenisë 1988 dhe të atyre të katastrofës së Çernobilit. Ofronte ndihmë në Etiopi për të uriturit dhe viktimat e fatkeqësive natyrore. Në nivel global, Nën Tereza ishte një zë i fortë për ata që jetonin në varfëri ekstreme. Ajo shpesh theksonte se varfëria në vendet e pasura, ajo që ajo quante varfëri shpirtërore, ishte po aq shkatërruese sa varfëria materiale. Pas vdekjes së Nën Terezës në vitin 1997, puna e saj vazhdoi. Misionarët e bamirësisë numëronin mbi 4.000 murgesha dhe 300 antar laik.
Ndihma e tyre arriti miliona njerëz përmes qendrave të bamirësisë, kuzhinave popullore dhe programeve të këshillimit familjar. Ndikimi global i Nën Terezës shtrihet jo vetëm te ndihma materiale që ajo ofroi, por edhe në frymëzimin që ajo dha për botën, duke treguar se dëmshuria dhe dashuria mund të transformojnë jetët. Nën Tereza u bën një nga figurat më të njohura dhe më të vlerësuara të shekullit të 20 për përkushtimin e saj ndaj të varfërve dhe të sëmurëve. Ajo u njoh gjerësisht për humanizmin e saj dhe fitoi shumë çmime prestigjioze. Megjithatë, fama e saj u shoqërua edhe me kritika të ashpra dhe polemika mbi metodat dhe filozofinë e saj të punës. Nën Tereza mori shumë çmime ndërkombëtare për punën e saj, duke përfshirë çmimin Nobel për paqe 1979. Ky çmim ju dha për përpjekjet e saj për të lehtësuar varfërinë, të cilën ajo e konsideronte një kërcënim për paqen globale. Në vend që të priste një banket tradicional për laureatët, ajo kërkoi që shuma prej $192.000 të përdorej për të ndihmuar të varfrit në Indi. Çmimi Ramon Magsaysay për paqe dhe mirëkuptim ndërkombëtar 1962 u dha për shërbimin e saj humanitar në Azi. Padma Shri 1962 dhe Bharat Ratna 1980, dy nga nderimet më të mëdha civile në Indi. Medalja presidenciale e lirisë 1985 nga presidenti Ronald Reagan. Urdhri i meritës 1983 në Mbretërinë e Bashkuar. U emërua shtetase nderi e Shteteve të Bashkuara në vitin 1996. Gjithashtu, ajo u bë një figurë popullore e respektuar globalisht, duke u renditur shpesh ndër gratë më të admirueshme në sondazhet e Gallupit. Nën Tereza ishte një zë i fortë kundër abortit, kontracepcionit dhe divorcit. Ajo i përshkroi këto praktika si kërcënime të mëdha për paqen dhe shoqërinë. Në fjalimin e saj në konferencën botërore për gratë në Pekin 1995, ajo kritikoi abortin si shkatruesin më të madh të paqes. Organizatat pro-abortit dhe kritikët e të drejtave të grave e kundërshtuan këtë qëndrim. Në Indi, opinioni për Nën Terezën ishte i ndarë. Disa e adhuronin si një shenjtore për përkushtimin e saj ndaj të varfërve, ndërsa të tjerë si Arup Chatterjee e kritikuan për përshkrimin e Kalkutës si një qytet të mjerueshëm. Chatterjee në librin e tij kritik The Final Verdict pretendoi se ajo kishte egzageruar shkallën e varfërisë në qytet për të mbledhur fonde dhe për të promovuar një imazh negativ të Indisë. Partitë politike dhe organizatat e ekstremit të djathtë si Vishwa Hindu Parishad e akuzuan për favorizimin e të krishterëve dhe për ndikimin e saj fetar në shoqëri. Pavarësisht kritikave, shumë mbështetës të saj theksojnë ndikimin e jashtëzakonshëm të Nën Terezës në jetët e të varfërve. Urdhri i saj, misionarët e bamirësisë, kanë ndihmuar miliona njerëz përmes programeve të saj humanitare në mbi 120 vende. Shumë studiues fetar dhe udhëheqës shpirtëror e kanë cilësuar si një frymëzim për dëmshuri dhe përkushtim ndaj shërbimit. Njohjet dhe polemikat e Nën Terezës janë një reflektim i kompleksitetit të jetës dhe misionit të saj. Ajo mbetet një figurë që ngjall debat, por që ka lënë një trashëgimi të thellë në ndihmën ndaj më të varfërve dhe më të braktisurve të botës. Megjithëse e përkushtuar ndaj misionit të saj, Nën Tereza përjetoi periudha të gjata dyshimi shpirtëror, duke përshkruar ndjenjën e boshllëkut dhe mungesës së pranisë së Zotit. Pavarësisht këtyre sfidave, ajo vazhdoi të shërbente me përkushtim të madh. Pas themelimit të misionarëve të bamirësisë në Indi dhe suksesit të punës së saj në Kalkut, Nën Tereza filloi të tërhiqte vëmendjen dhe mbështetjen ndërkombëtare për misionin e saj. Gjatë viteve 1960 dhe 1970, zgjerimi ndërkombëtar i urdhrit të saj bëri të mundur që filozofia dhe shërbimi i saj për më të varfrit të përhapeshin në shumë vende të botës. Hapi i parë jashtë Indisë. 1965. Shtëpia e parë jashtë Indisë u hap në Venezuelë. Me një grup prej 5 murgeshash, Nën Tereza nisi të shërbente të varfërve dhe të uriturve në këtë vend të Amerikës Latine. Ky ishte fillimi i shtrirjes globale të misionarëve të bamirësisë. Ekspansioni në Evropë dhe Afrikë. Në vitin 1968, Nën Tereza themeloi qendra bamirësie në Rom, Itali. Kjo shtëpi shërbente si një bazë e rëndësishme për Evropën dhe për të rritur ndërgjegjësimin mbi misionin e saj në Vatikan. Tanzani, Afrikë. Duke adresuar nevojat e të varfërve në Afrikën subsahariane, kjo qendër përfaqësonte përkushtimin e saj për të ndihmuar komunitetet më të prekura nga varfëria dhe sëmundjet. Austri. Një qendër e rëndësishme në Evropën qendrore, e cila ndihmoi në përhapjen e filozofisë së misionarëve të bamirësisë në vendet fqinje. Zgjerimi në kontinentet e tjera. Në vitet 1970, kjo dekadë shënoi një periudhë të rëndësishme për ekspansionin global të misionarëve të bamirësisë. Në Shtetet e Bashkuara,
ajo hapi disa qendra duke përfshirë një në Bronx, New York, e cila ofronte strehim dhe ndihmë për të pastërhetë, të varfrit dhe të sëmurët. Në Azi, ajo hapi qendra në vendet si Filipinet dhe Sri Lanka për të ndihmuar viktimat e luftës dhe varfërisë. Në Afrikë, hapja e qendrave të tjera në vende të ndryshme përfshiu programe për kujdesin shëndetësor dhe edukimin. Në Evropë, ajo vazhdoi të përhapte punën e saj në vende si Britania e Madhe dhe Gjermania. Zgjerimi ndërkombëtar i misionarëve të bamirësisë nuk ishte thjesht një përpjekje për të ndihmuar të varfrit, por edhe një mënyrë për të promovuar mesazhin e dashurisë dhe dëmshurisë në të gjithë botën. Nën Tereza arriti të mobilizonte komunitete lokale, vullnetarë dhe donatorë ndërkombëtar për të ndihmuar ata që ishin më të braktisuritë e shoqërisë. Deri në fund të viteve 1990, urdhri i saj kishte hapur më shumë se 600 qendra në mbi 120 vende, duke përfshirë jetimore, shtëpi për të sëmurët me AIDS, lebroza dhe qendra për ndihmë emergjente. Puna e saj kishte arritur në miliona njerëz të varfër dhe të sëmurë në çdo kontinent, duke përfshirë shpëtimin e refugjatëve dhe ndihmat gjatë krizave humanitare globale. Kjo përpjekje ndërkombëtare bëri që Nën Tereza të konsiderohej jo vetëm një figurë fetare, por edhe një simbol global i shërbimit humanitar dhe dëmshurisë pa kufi. Shëndeti i Nën Terezës u përkeqësua në vitet 1980 dhe 1990. Ajo dha dorëheqjen si udhëheqëse e misionarëve të bamirësisë në vitin 1997 dhe ndroi jetë më 5 shtator 1997, duke marrë një funeral shtetëror në Indi. Urdhri i saj vazhdoi të lulëzonte me mbi 600 misione në mbar botën. Në vitin 2003, ajo u beatifikua si Elume Tereza dhe në vitin 2016 u shenjtërua nga Papa Francesku si Shën Tereza e Kalkutës. Nën Tereza mbetet një simbol i përjetshëm i dëmshurisë dhe shërbimit. Puna e saj përkujtohet globalisht përmes institucioneve, monumenteve dhe vazhdimit të misionit të misionarëve të bamirësisë. Nën Tereza na mësoi se dashuria dhe dëmshuria nuk njohin kufi. Jeta e saj ishte një thirrje për ne të gjithë për të bërë diçka, sado e vogël, për të ndihmuar ata që kanë më shumë nevojë. Frymëzimi i saj vazhdon të jetojë përmes veprës së misionarëve të bamirësisë dhe në zemrat e miliona njerëzve në mbar botën. Pyetja që mbetet për ne është: çfarë mund të bëjmë ne sot për të bërë botën një vend më të mirë? Nëse ju pëlqeu ky dokumentar dhe dëshironi të mësoni më shumë histori frymëzuese, mos harroni të pëlqeni, të komentoni dhe të abonoheni në kanalin tonë. Shpërndajeni këtë histori me miqtë tuaj dhe bëuni pjesë e këtij misioni të dëmshurisë.